prokuror të punësum, faktikisht pa konkuru fare. Na e garantojmë që qaj proces do të përfundoj. Realisht, thelpsorja është vettingu, aplikimi vettingut në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Për shkak se çdo formë tjetër mund të anashkalohet për shkak të pamundësisë të ndërhyrjes të legjislativit në gjyqësor, duke pretendu që po shkilen të drejtat kushtetuese të gjyqësorit nëse politika ndërhyn atje me i përcaktu çështja e prokurorit që ishte problematike se. I vetmi element i cili i te i kalon këto pengesat të cilat mund të shfaqen për një restrukturim më të mirë të sistemit të drejtësisë është vettingu. Ai ja jep mundësinë që me të vërtet gjitha ato pengesat të cilat janë shfaqur ku kemi pas prokuror të punësum faktikisht pa konkuru fare, pa e ditë edhe vetë që ka konkuru. Avni pikrisht çdo parti, masi s'po jeni në debat me parti tjera, çdo parti tjetër, që debat për vetting na ka thonë na kena me bo vettingun. A pajtoni ju me mënyrën qysh ata kanë me bo vettingun? Shiqo, çështja masanej partijake se si e shohin ata vettingun, është ai modalitetit të cilën se cila parti mund t'ja përcaktoj veti si proces në ato. Mirë po, i domosdoshëm është të kryhet si proces. Na e garantojmë që qaj proces do të përfundoj. Nëse ne jemi pjesë e legjislativit të Kosovës, ne në mënyrë absolute do të insistojmë që vettingu në sistemin gjyqësor të ndodhë. Pa pas një kredibilitet, çdo person i cili pretendohet që do të manifestoj drejtësinë në këtë shtet, është e pamundun që të kthehet besimi në atë sistem. Prandaj, nëse na e dim që pasojat e një sistemi të drejtësisë të korruptuar prodhon shumë problematika në çdo segment të jetës shoqërore të Kosovës. Për shkak se kemi moszgjidhja e çështjeve pronësore, ka shkaktu problem shumë të madh në konflikte familjare, ka pas vrasje, po dhe në çështjet politike, në momentin që ka pasur interferencë në sistemin gjyqësor për shkak të përkatësisë partijake të cilën ndaj gjyqtar ose dikush e ka manifestu, në mënyrë automatike drejtësia ka metun e gjysmuar në kuptimin.